Jam në vendin ku në Vushtre pije çaj e dim të gjithë jashtëzakonishëm, edhe sigurisht që edhe unë erdha mi pi një 3-4 çaja. Kështu që bashkë me mua është edhe një qytetar i Vushtres, me të cilin jem duke pi çaj edhe po na shëros me çaja. E kam këtu Rahman Ukën. Rahman, qysh je mosmori? Mirë, faleminderit. Qysh po kaloni? Mirë, po kalojmë. Tregom, a mosmori a keni ditën sot me çaj, ai është ku me votë? Jo, mosmori e qita votën, edhe mande erdha me pini çaj. Domethënë e ke kriju obligimin qytetar. Obligimin qytetar e qita votën, edhe erdha sot në Vushtre pihet çoji. Pijet se ujin Prishtinë. Po tive. Edhe është diçka interesante që më kalon për shtypje. Thuhet, hajde shkojna në kafe me pi çaj. Pse u mit kja? A nuk e di. E di që tregojnë për Vushtre që thonë Nikoj ka pas 13 shtëpi e 17 kafe. 13 shtëpi e 17 kafe. Po. Tregojnë vjetrit. Po. E tasha ka fillu, apo mbohet këtë tradite, edhe pse ka qajture, pa ka qysh ka fot në kalunë. Ende mbohet, jenë paku, shumë jenë paku, po ende e mojnë atë traditën e vjetër voshtrejasit, ende kanë kafe, ende përdorin qojnë, të se mas shumë të në Kosovë.